që do të thotë Shqipëria është një tenxhere e madhe e luftave të statusit. Po ti shikosh, shqiptarët me njëri tjetrin kanë gjithmonë një ide të qartë se kush është me më shumë mik e kush është me më pak. Kush ka më shumë lekë e kush ka më pak. Pra gjithmonë një luftë e madhe e statusit, a jam unë dhe në çdo fjali që thon, shohin a do më kthej përgjigje ky, domethënë a jam unë më i fuqishëm. Pra luftë fuqie. Prandaj është një stres i madh i përditshëm. Megjithëse, me thënë drejtën, kur kam qenë në Tiranë, ka pas plot njerëz që nuk kishin në këtë lloj statusi. Unë ky e këtë ende. Dhe unë kam qenë në të lloj rrethesh, edhe ato rrethe ekzistojnë, dhe është vërtet se kudo që ti jesh në përbot, i gjen njerëzit që ti do. Por shoqëria në tërësi, pra jashtë atyre njerëzve që ti njeh, jashtë atyre që takoje. Njerëzit duhet heqin dorë nga këto gjëra, të kuptojnë që nuk është fundi botës, por shumë e kanë frikën që nëse nuk e kanë në çek këtë gjë, pra nëse nuk i ruajnë kësaj gjëje, edhe llafe dhe reputacionit e gjitha, sepse këto pasaj ndërtojnë sa fuqi ke ti, sa i njoftur e ti statusin tënd, kanë frikë të madhe se nuk do kenë më asnjë nga kapitali i tyre, shoqëror, monetar, shtëpi, kthej, se në fund ditës nuk ka për t'i ngritur njerit celularin, nuk ka për t'i ndihmuar dhe nëse nuk të ndihmojnë, atëherë kanë për të hyrë përsipër. Është një frikë e madhe e tillë.